1102 raste janë regjistruar si helmime në ushqim gjatë vitit që shkoi në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Sipas të dhënave të këtij instituti, vetëm gjatë periudhës janar-mars 2025 janë evidentuar 66 raste, kur qytetarët janë helmuar si pasojë e ushqimit të konsumuar. Nutricistja Urata Regjepi vlerëson se këto raste vijnë si pasojë e konsumimit të pasigurt dhe të pakontrolluar të ushqimit. Nëse na nuk kujdesemi se çka hajmë edhe konsumojmë ushqime të cilat nuk janë sigurta, ato mund të shfaqet probleme të tjera shëndetësore. Përveç këtyre rreziqeve të helmimeve ushqimore, mund të mund shfaqet alergji të ndryshme, mungesa e minerale dhe vitaminave, të cilat janë shumë të nevojshme për një funksionim normal të trupit. Ekspertë të standardeve për sigurinë ushqimore thonë se kontrolli i produkteve ushqimore dhe zbatimi i standardeve për një treg të sigurt nuk duhet të trajtohen si procedura formale. Zana Sahiti vlerëson se në Kosovë problemi parsor vazhdon të jetë mungesa e inspektimeve. Siguria e ushqimit në Kosovë përballet me sfida të shumta, duke filluar nga mungesa e inspektorëve, po ashtu edhe infrastruktura laboratorike e kufizuar, përveç asaj edhe shpesh herë mungon edhe koordinimi ndërinstitucional. Mirë po, në përgjithësi ne kemi bazën ligjore, kemi profesionistë përkushtuar, mirë po duhet me urrit kapaciteti i inspektimeve. Zëdhënësi i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë Lamir Thaçi thotë që AUVI ka vite që është duke kërkuar rritjen e numrit të inspektorëve, teksa shton se të gjithë zyrtarët detyrohen që të punojnë edhe jashtë orarit në mënyrë që të realizojnë më shumë inspektime në treg. Sipas tij, ende nuk është angazhuar asnjë inspektor i sigurisë ushqimore. Me ligjin e ri të ushqimit është parapar të krijohet edhe një trup e re inspektuese e cila do të quhet Inspektori i Sigurisë Ushqimore, në të cilin sektor nuk është angazhuar ende asnjë inspektor. Jemi në pritje të marrjes së provimit për rekrutim. Inspektorët përveç ushtrimit të kontrollave në terren, një pjesë të ditës e ndajnë edhe për punët administrative dhe lëshimit të dokumenteve për operator ekonomik, ku përfshihen edhe certifikatat shëndetësore dhe të kualitetit për produktet që eksportohen nga Kosova. Në AOV gjatë vitit që shkoi janë kryer mbi 70.000 inspektime dhe kontrolle në kufi, ndërsa nga janari e deri në prill të 2025 janë realizuar afro 19.000 të tilla. 107 raste janë iniciuar në gjykatë për shkak të shkeljes së ligjit, të cilat janë evidentuar gjatë inspektimeve nga kjo agjenci. Ditë më parë, AUVI njoftoi edhe për ndërprerjen e importit të mishit të bardhë nga Brazili pas shpërthimit të gripit të shpendëve në këtë shtet.